Në një akt të paprecedent në orët e vona të mbrëmjes të dielës, forcat e policisë dhe punonjës së Bashkisë së Shkodrës hynë në mjediset të oborrit të xhamisë Ebu Bekër, duke hequr tabelen me thënien profetike të vendosur nga Myftinia Shkodër. Ky ishte aksioni i dytë pas heqjes së tabelës në trotuarin përpara xhamisë dhe këtë herë operacioni u hoq nga drejtori i policisë Gentian Berberi. Përtej kundërshtive të përfaqësuesve të Myftinisë, tabela u hoq me mjete prerëse dhe u sekuestrua. Pas këtij veprimi Myftinia Shkodrës zgjolli që mëngjesin e së hënës të reagojë përmes një statusi në rrjetin social ku shkruan: teksa Hazreti Ibrahim Imall po shkonte drejt finalizimit të aktit sublim të përgjigjes së vendosur e besimtare, shoqëruar nga i biri besimtare thellësisht i bindur në urtësinë e krijuesit dhe madhështinë e urdhrit të tij, rrugën ja preu shejtani i mallkuar që me lajka e shpirtin tinzar po përpiqej ta thyente të përkushtuarin Ibrahim. Dhe miku i Allahut të gjuajti me gur shejtanin cytës, ashtu si gjuajmë me gurët e indinjatës dhe dënimit të patolerueshëm, këdo të dukshëm e të padukshëm, me pushtet verbuese në nënçatin e pushtetit pa ekuilibër që përpiqet me cinizëm e meskinitet të na e prish këtë atmosferë të shumëpritur me shpirt qelibar të këtij jubileu të 35 të përkujtimit të dyndjes së madhe popullore kundër diktaturës, putnave të saj e krejt të verbuarve mediokër me pushtetin e dhunës, terrorit e shtypjes. Në këtë atmosferë të shtrenjtë e të paprekshme, Myftinia Shkodër dënon çdo akt dhune, shkelje flagrante dhe denigrimit pronës private dhe simbolikave tona të shejta me të cilat u përballua paradoksalisht mbrëmjen e së dielës në datën 9 nëntor 2025, në 9 nëntorin e shëmbjes së murit Berlinit, xhamia e Vakëfijoni Shet në Fushël. Myftinia Shkodër garanton besimtarët se dosjen e plotë të kësaj ngjarje pa precedent do ta dërgojë pranë organeve kompetente në mënyrë që personazhet e errësirës dhe hijet e mbetura të së shkuarës dhe dhunimit të vendeve të shenjta të ngelen në sirtarët e historisë. Sikurse refuzon kategorikisht gjuhën e papërkthyeshme dhe të papranueshme të cilit do që i ka hipur dallgës për së mbrapshti. Myftinia Shkodër falenderon të gjithë drejtuesit e komuniteteve fetare, deputet, mediat dhe shoqërinë civile për sensibilizimin dhe mesazhet e urta të mbështetjes dhe solidarizimit të ardhura në adresën tonë. Për të qetësuar gjakrat vazhdën e takimeve rutinë që zhvillon në zyrën e tij, kryetari i Bashkisë Benet Peci e vijoi në një takim me Myftiun Sytari. Në reagimin e tij në rrjetin social nuk citohet asnjë fjalë nga përplasjet e ndodhura ditët e fundit, por flitet për frym bashkëpunimi. Në një frym bashkëpunimi prita në zyrë Myftiun e Shkodrës Imam Muhamet Sytari, diskutuan për projektet e përbashkëta që kemi nisur tashmë në Shkodër, por edhe rëndësinë që mbart muaji nëntor në 35 vjetorin e rikthimit të lirisë së besimit në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. Bashkia Shkodër dhe Myftinia, si dy institucione që përfaqësojnë komunitetin dhe banorët e Shkodrës, janë bashkë për të përcjellë mesazhe bashkimi, zhvillimi, rregulli dhe fryme tolerance që Shkodra e ka dëshmuar gjithmonë.